Vazhdon të mbetet e njëjtë situata në rrugën që lidh Matin me rrugën e Arbërit në fshatin Fshat të Bashkisë së Klosit. Sa herë ka rresë shiu, kjo rrugë prodhon aksidente çdo ditë, ndërsa shqetësimi i drejtuesve të automjeteve mbetet i njëjtë, cilësia e dobët të rrugës. Edhe këtë të njëjtë një automjet u përplas me gure të vendosura anash rrugës pak metra larg rreth rrotullimit të rrugës së Arbërit në fshatin Fshat. Por sipas drejtuesve të automjeteve, ky nuk është i vetmi, pasi janë edhe të paktën 5 pika të tjera ku shkaktohen aksidente. Drejtuesit e mjeteve janë lënë fajin cilësisë së dobët të asfaltit të ndërtimit të rrugës dhe dyshojnë se hidhet vaj kur ka rresë shiu. Megjithatë, ata kërkojnë reagimin e institucioneve përgjegjëse për të ndërhyrë në mënyrë që ky aks rrugor të mos prodhojë më aksidente në të ardhmen që mund të jenë edhe fatale. Jo asfaltikës, asfalti rështitës asfalti, kanë lakë, po duhet mojë, po kush e të i mojë, kush e si i merë. Ka vaj rrugë lubrifikante, rruga shumë dishes. Asfalti ka të ligëve, se asfalti është që shtru, unë nuk jam një gjinje, parametra shumë të dëllë. Sinjalistika tjetër problema, sinjalistika nuk ka sinjalistikë Shqipëri. Nuk ka ditë pa aksident. Nga rrethrotullimi është skandal, deri këtu, o do të vjetë dorë. Ka që nuk e njohin të rrenë, mësë ja banë qipine, turistat e tjere. Jo vetëm që nuk janë marrë masa për eliminimin e këtij problemi në rrugën e fshatit Fshat, por as nuk është vendosur një tabelë sinjalizuese për drejtuesit e mjeteve që mund të rrëshqasin në këtë aks rrugor.